Një avari e rëndë është konstatuar në orët e pasdites kaluar në tubacioni kryesor DN 700 mm të ujësillësit që funksionon për furnizimin e ujit të pishëm të qytetit të Durrësit dhe zonave përreth. Sipas njoftimit të Shoqërisë Rajonale Ujësillës Kanalizime Durrës, SHRUKD, menjëherë janë marrë masa të shpejta për eliminimin e defektit të konstatuar në zonën e sektorit Rinia, duke nisur me urgjencë brigadat e avarive të cilat punuan pa ndërprerje për riparimin e tubacionit të qarë deri në orët e vonë të natës. Specialistët kanë punuar me përkushtim, pasi si pasojë e avarisë mund të mbeteshin pa furnizim me ujë disa lagje të qytetit të Durrësit, si dhe fshatra Shkallnur, Arapaj, Rashbull dhe Xhavzotej. Defekti u arrit të riparojë pas disa orë punimesh intensive të pandërprera deri në orët e vona të natës. Rrjeti i furnizimit u arrit që të vijë sërish në funksion dhe furnizimi u rikthye gradualisht në normalitet në zonat e prekura. SHRUKD ka falënderuar qytetarët për mirëkuptimin e treguar, si dhe ekipet që punuan në terren për angazhimin e tyre në zgjidhjen e problemit jetik të furnizimit banorëve me ujë të pishëm.